zëvendës kryeministër, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kabinetit qeveritar dhe të medjave, të dashur qytetarë, me 7 qershor për herë të tretë në më pak se 16 muaj, patëm zgjedhje për kuvendin e Republikës së Kosovës. Të parat, ato të 9 shkurtit 2025, ishin të rregullta pas përfundimit të mandatit të plot 4 vjeçor. Ndërsa 2 proceset pasuese zgjedhore, të dyja të parakoshme në dhjetor e veçmas në qershor, kanë qenë të evitueshme dhe të panevojshme. Caktimi i datës për mbajtjen e seancës konstituive të legjislaturës së 11 të Kuvendit të Republikës Kosovës nga ushtruesja e detyrës së presidentes, zonjës Albulena Haxhiu, është e mirëpritur. Partitë politike, secila sipas hisës që populli i ka dhënë, gjendemi sërish para përgjegjësisë për përmbushjen e detyrave për formimin e institucioneve të reja, përfshirë zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Kemi 2 javë, më së shumti, deri te fillimi i seancës për konstituimin e kuvendit, para se të kalojmë te zgjedhja e qeverisë së re dhe më pas edhe e presidentit ose presidentes së Republikës. Për legjislaturën dhe ekzekutivin e ri, siç e dimë, nevojitet shumica e thjeshtë. Ndërkaq për presidentin ose presidenten, së paku në 2 raundet e para, për shkak të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese para 15 vjetëve, kërkohet prania e 2/3 të deputetëve, andaj edhe përgjegjësia për zgjedhjen e tij ose të saj e tejkalon një parti politike. Në këtë frym, saktësisht 2 javë më parë, me 10 korrik, zhvillova takime konsultative me krerët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkaq që sërish shprehim keqardhje që aleanca nuk e pranoi ftesën. Teksa koha ecën, veprimet politike dhe interesi shtetëror duhet të vihen në rend të parë. Të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, të dashur qytetarë, braktisja e organizuar dhe politikisht e motivuar e institucioneve të Republikës së Kosovës nga pjesëtarë të komunitetit serb në fund të vitit 2022 ishte piknisje e një serie veprimesh sabotuese ndaj shtetit. Qysh atëherë e kemi thënë dhe u kemi bërë thirrje të gjithë serbëve në institucione. Mos i braktisni ato, mos jepni dorëheqje, mos shkoni. Por nuk e kemi thënë e as nuk kemi të drejtë t'u themi kthehuni. Kishim të drejtë politike t'ju themi mos shkoni, por nuk kemi të drejtë kushtetuese e ligjore t'ju themi kthehuni. Largimi i tyre ka qenë akt politik, individual ndonse i organizuar, por kthimi është çështje ligjore dhe kushtetuese. Nuk mund të ketë kthim që i mbivendoset kushtetutës e ligjit, veçmas kur braktisja ishte një akt sabotimi i ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Në këtë linjë, gjithnjë sipas kushtetueshmërisë e ligjshmërisë, këto dorëheqje i ka trajtuar kohë më parë Policia e Kosovës dhe ditë më parë edhe Këshilli Prokurorial. Ndërkaq sot, teksa prisnim që edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës të vepronte njësoj, kuptuam që mbledhja dështoi në mungesë kuorumi. Presim që në mbledhjen e radhës të marrë epilog të tillë edhe kjo çështje. Të dashur qytetarë, e dashur mërgat, ditët e verës të ne janë edhe ditët e ardhjes suaj në vendlindje e pranë familjes. Ardhja juaj ka gjallëruar vendin dhe kjo vrehet në secilën komunë të Republikës. Mirë se keni ardhur e mirë se vini në dhëun tuaj, ju dëshiroj pushime të këndshme. Të dashur qytetarë, ditëve të fundit po shohim e dëgjojmë lajme të këqija nga aksidentet e shpeshta me fatalitet në rrugët tona. Ju lutem për kujdes e respektim të rregullave të komunikacionit. Sikurse i bëj thirrje Policisë Kosovës të shtoj veprimet në drejtim të parandalimit të tejkalimit të rregullave që do të mund të çojnë në aksidente në komunikacion.
Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, pa humbur kohë, vazhdojmë me pikat e rendit të ditës për sot. Fillojmë me shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit të procesit verbalit dhe transkriptit të mbledhjes së 25 dhe ekstrakteve të procesit verbalive të mbledhjeve 26, 27, 28 dhe 29 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të nderuar kolega anëtar të kabinetit qeveritar, ekstrakti proces verbali dhe transkripti i mbledhjes së 25 dhe ekstrakti të proces verbalive të mbledhjeve 26, 27, 28 dhe 29 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës së Kosovës janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes 30 të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projekt rregullores për zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zjarrfikës. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar për shqyrtim dhe miratim projekt rregulloren për zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zjarrfikës, e cila standardizon procesin e përzgjedhjes dhe forcon kapacitetet profesionale të njësive profesionale të zjarrfiksjes dhe të shpëtimit në përputhje me prioritetet e planit kombëtar për zhvillim 2026-2028. Për të paraqitur më në detaje këtë projekt rregullore, e ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveçën, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar ministra, të nderuar zëvendës ministra. Ministria e Punëve të Brendshme, sipas planit të akteve nënligjore për vitin 2026, ka hartuar projekt rregullore për zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zjarrfikës në Republikën e Kosovës. Shërbimi i zjarrfikjes dhe shpëtimit paraqet një ndër komponentat më të rëndësishme të sistemit të sigurisë publike dhe menaxhimit të emergjencave në Republikën e Kosovës. Funksionimi efikas i këtij shërbimi varet drejt për drejt nga disponueshmëria e personelit profesional të trajnuar dhe të përgatitur për të përgjigjur rreziqeve dhe situatave emergjente. Me qëllim të krijimit të një sistemi të unifikuar, transparent dhe të bazuar në merit për përzgjedhjen të personelit zjarrfikës, Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar këtë projekt rregullore, e cila përcakton procedurat, kriteret, standardet dhe përgjegjësitë institucionale për rekrutimin e zjarrfikësve në Republikën e Kosovës në përputhje me dispozitat e ligjit për zyrtarët publik, për çka edhe kemi pranuar edhe pëlqimin përkatës nga Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike. Kjo rregullore synon të sigurojë që procesi i rekrutimit të zhvillohet në përputhje me parimet e ligjshmërisë, profesionalizmit, transparencës dhe mundësive të barabarta, duke mundësuar përzgjedhjen e kandidatëve më të përgatitur për ushtrimin e detyrave me rëndësi etike për mbrojtjen e jetës, pronës dhe mjedisit. Duke pasur parasysh se jemi në prag sezonit veror, periudhë gjatë së cilës rritet ndjeshëm rreziku nga zjarret, nevoja për shtimin dhe fuqizimin e kapaciteteve njerëzore në shërbimin e zjarrfikjes dhe shpëtimit bëhet edhe më e domosdoshme. Andaj, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj rregullore, nevojën për forcimin e kapaciteteve institucionale në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit, si dhe nevojën për rregullimin dhe standardizimin e procedurave të rekrutimit të personelit profesional zjarrfikës, kërkoj nga ju miratimin e kësaj rregullore. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Sveçla, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i propozimit vendimit për aprovimin e qiradhënies sipas kërkesës nga Agjencia Pyjore e Kosovës. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në kohë zgjatje prej 15 vite për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e gurit gëlqeror. Të nderuar kolega anëtar të kabinetit qeveritar, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka propozuar për shqyrtim dhe miratim propozim vendimi për aprovimin e dhënies me qira për një periudhë 15 vjeçare të një pjesë të punës publike në zonën kadastrale të Reshakut, komuna e Shtimës, për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e gurit gëlqeror. Propozimi është përgatitur në përputhje me ligjin për punët publike dhe procedurat përkatëse, ndërsa janë siguruar pëlqimet dhe aktet e nevojshme nga institucionet kompetente. Për më tepër, e ftoj Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, zotëria Armend Mujen, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, zëvendës kryeministër,
të nderuar anëtarë të qeverisë. Para jush sot është propozim vendimi për dhënien me qira për një periudhë 15 vjeçare të një sipërfaqe për 61.402 metra katror të tokës pyjore në zonën kadastrale e Raqaq, komuna e Shtimës për shfrytëzimin e gurit greqëror nga operatori ekonomik Toni Kompani SHPK. Ky propozim është përgatitur në përputhje me ligjin për pronën publike, rregulluar për kushtin e bartjes së pronësisë së pronës publike dhe dhënien me qira të sendeve në pronësi publike, si dhe legjislacionin sektoral në fuqi. Dosja është shqyrtuar nga zyra për administrimin e pronës publike dhe paraprakisht është konstatuar se sipërfaqja është e përshtatshme për këtë destinim. Kontrata parashep pagesën e qiras sipas legjislacionit në fuqi, detyrimin e qiramarrësit për pluzim dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve që janë subjekt i këtij vendimi. Me këtë vendim mundësohet shfrytëzimi i një resursi natyror në përputhje me kornizën ligjore, duke garantuar mbrojtjen e interesit publik, menaxhimin e qëndrueshëm të pronës publike dhe respektimin e gjitha obligimeve kontraktuale dhe mjedisore. Prandaj propozoj qeverisë që ky propozim vendim të miratohet. Ju falemnderes. Faleminderit Ministër Muja, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi propozim vendimit për dhënien në shfrytëzim të hapësirës prej rreth 30 ari, e cila është në pronësi të Agjencisë Pyjore të Kosovës ndërmarrje e pyjeve në Prizren për Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka propozuar për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin për dhënien në shfrytëzim të një hapësire prej 30 ari në Prizren, në pronësi të Agjencisë Pyjore të Kosovës për nevojat e Ministrisë së Drejtësisë. Ky vendim mundson krijimin e kushteve për ndërtimin e objekteve të gjykatës themelore dhe të prokurorisë themelore në Prizren, duke forcuar infrastrukturën e sistemit drejtësisë dhe duke përmirësuar shërbimet për qytetarët. E ftoj edhe një herë ministrin Muja që të merr fjalën. Nderuar kryeministër, anëtarë të qeverisë, para jush është edhe propozimi tjetër, propozim vendimi që paraqesim sot, ka të bëjë me dhënien në shfrytëzim të një sipërfaqe për 30 ari nga parcela kadastrale e cila është në pronësi të Agjencisë Pyjore të Kosovës, respektivisht ndërmarrja e pyjeve në Prizren, për nevojat e Ministrisë së Drejtësisë apo krijimin e kushteve për ndërtimin e objektit të prokurorisë themelore në Prizren. Kjo kërkesë është iniciuar nga Ministria e Drejtësisë në koordinim me Këshillin Prokurorial të Kosovës, ndërsa Agjencia Pyjore e Kosovës ka verifikuar se parcela e propozuar është e përshtatshme për këtë qëllim. Qëllimi i këtij propozimi është që të mundësohet realizimi i një projekti me interes publik, i cili do të përmirësojë kushtet infrastrukturore të sistemit prokurorial dhe do të forcojë bashkëpunimin ndërinstitucional dhe do të kontribuojë në rritjen e efikasitetit të institucioneve të drejtësisë. Andaj, Ministria e Bujqësisë e ka aprovuar si propozim të tillë dhe rrjedhimisht i kërkon edhe anëtarëve të qeverisë që ky propozim të votohet. Ju falenderoj. Faleminderit Ministër Muja. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet dhe kalojmë tek pika 5 për mbledhjen e sotme, shqyrtimi propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 05/16 të datës 30 prill 2026. Qeveria jonë në vazhdimsi ndërton politika që morrin parasysh nevojat reale të grave dhe mbështesin pjesëmarrjen e tyre të barabartë në jetën profesionale. Për këtë qëllim, para jush është propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 05/16 i propozuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila siguron mbështetje për mjekët specializante gjatë periudhës së lehonisë. Për më shumë detaje, e ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëria Arben Vitin, që të merr fjalën. Faleminderit shumë kryeministër, i nderuar zëvendës kryeministër, ministra dhe zëvendës ministra. Para jush është vendimi për plotësim ndryshimin e vendimit të qeverisë numër 05/16 të datës 30 prill 2026 për pagesat e specializanteve lehona që janë në shkollim specialistik. Ministria e Shëndetësisë vjen mbështetjen financiare për specializantet lehona, të cilat janë kthyer nga pushimi i lehonisë dhe si pasojë ndërprerjes së vijimit të programit specialistik gjatë kësaj periudhe. Nuk kanë përfunduar modulet, ciklet e trajnimit specialistik të parapara sipas programit të specializimit. Ky vendim siguron vazhdimsinë e zhvillimit profesional të tyre, shmang pengesat që kanë ardhur si rezultat i ushtrimit të drejtës për pushim të lehonisë dhe kontribon në ruajtjen e barazisë në qasjen ndaj specializimit sipas dispozitave ligjore në fuqi. Përmes mbështetjes
përmes mbështetjes financiare për lehonat në shkollim specialistik, qeveria avancon objektivat e saj për rritjen e pjesëmarrjes në tregun e punës, përmirësimin e mirëqenies sociale dhe zbatimin e të drejtave të nënës dhe familjes. Ju faleminderit dhe ju ftoj ta mbështesni propozimin. Faleminderit Ministër Vitia. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i propozimit vendimit për aprovimin e kornizës për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës. Digitalizimi nuk është vetëm çështje e sistemeve dhe platformave, por edhe investimit në njerëzit që i zhvillojnë dhe i përdorin ato. Me këtë propozim vendim të Ministrisë për Digitalizim dhe Administratë Publike, miratojmë kornizën për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës, e cila do të udhëheqë zhvillimin e aftësive digjitale të administratës publike dhe do të mbështesë ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët. E ftoj Ministrin e Digitalizimit dhe Administratës Publike, Zotrin Luzënia Gjiun, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuari kryeministër, të nderuari zëvendës kryeministër, të nderuar ministra dhe zëvendës ministër. Më lejoni që para jush paraqes propozim vendimin e Ministrisë së Digitalizimit dhe Administratës Publike për miratimin e kornizës për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës. Zhvillimi i shërbimeve digjitale publike, përdorimi më i mirë i të dhënave dhe teknologjisë, si dhe mbrojtja e sistemeve dhe informatave kërkojnë kapacitete të përshtatshme njerëzore në të gjitha nivelet e administratës publike. Deri më tani, zhvillimi i aftësive digjitale nuk ka pasur gjithmonë një piknisje dhe një orientim të përbashkët institucional. Korniza e propozuar adreson pikërisht këtë nevojë. Kjo kornizë përcakton një model të unifikuar për zhvillimin e aftësive digjitale, thelbësore të nevojshme për qeverisje efektive, ofrim cilësor të shërbimeve dhe inovacion. Ajo ofron bazën që nevojat për kapacitete të identifikohen në mënyrë më sistematike, që zhvillimi profesional të planifikohet sipas roleve dhe përgjegjësive dhe që institucionet të përdorin një orientim të përbashkët gjatë zhvillimit të stafit të tyre. Korniza synon që transformimi digital të kuptohet si ndryshim institucional dhe profesional e jo vetëm si investim në sisteme e teknologji. Në këtë mënyrë, ajo ndihmon në forcimin e kulturës së shërbimit ndaj qytetarit, bashkëpunimit ndërinstitucional, përdorimit të sigurt dhe të përgjithshëm të teknologjisë si dhe aftësisë së administratës për të përshtatur zhvillimeve të reja. Zbatimi praktik i këtij orientimi do të mbështetet edhe përmes planit për trajnimin dhe zbatimin e kapaciteteve digjitale që zbatohet përmes ICAP-it, i cili do të paraqitet si pikë e veçantë për miratim në mbledhjen e radhës së qeverisë. Kështu, korniza dhe plani përbëjnë dy instrumente komplementare, ku e para përcakton modelin e përbashkët, ndërsa i dyti e përkthen atë në masa të organizuara për zhvillim profesional. Duke pasur parasysh rëndësinë e kapaciteteve njerëzore për suksesin e transformimit digital dhe përmirësimin e shërbimeve publike, ju ftoj që ta miratoni propozim vendimin për aprovimin e kornizës për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit Ministri Agjiu, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për adherimin në zonën EU Roam Like at Home, e cila do të jetë parakusht për implementimin e plot të EU Roaming Acquis. Të nderuar kolegë, para jush është nisma për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për adherimin në zonën EU Roam Like Home. Kjo është një etapë e rëndësishme në procesin e integrimit tonë digital në Bashkimin Evropian, që hap rrugën drejt heqjes së tarifave shtesë të roamingut për qytetarët dhe bizneset tona gjatë përdorimit të shërbimeve mobile në vendet pjesëmarrëse. Për të paraqitur më në detaje këtë nismë, e ftoj Ministrin e Digitalizimit dhe Administratës Publike, Zotrin Luzënia Gjiun, që ta marrë fjalën. Faleminderit edhe një herë, nderuari kryeministër, zëvendës kryeministër, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra. Më lejoni që të prezantoj para jush edhe nismën për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për adherimin në zonën EU Roam Like at Home.
Në qershor të këtij viti, Këshilli i Bashkimit Evropian autorizoi hapjen e negociatave me vendet e Ballkanit Perëndimor për integrimin në zonën EU Roam Like at Home, e cila do të mundsojë heqjen e tarifave të roamingut ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe BE-s. Propozim vendimi që po e prezantoj para jush miraton nismën për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për përfshirjen e Kosovës në zonën EU Roam Like at Home. Ky propozim vendim i hap rrugë zhvillimit të negociatave dhe arritjes së marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Nisma synon krijimin e një kornize për përfshirjen graduale të Republikës së Kosovës në zonën EU Roam Like at Home, duke mundësuar përdorimin e shërbimeve roaming pa tarifa shtesë ndërmjet Kosovës dhe shteteve të BE-s dhe shteteve tjera pjesëmarrëse. Negociatat me Komisionin Evropian do të zhvillohen në koordinim të ngushtë me të gjitha institucionet relevante dhe me mbështetjen e ekspertizës së nevojshme teknike dhe juridike me qëllim që Republika e Kosovës të përmbushë të gjitha kriteret e kërkuara për të bërë pjesë e këtij regjimi. Përfshirja në zonën EU Roam Like at Home do të mundsojë qytetarëve të Kosovës që udhtojnë në vendet e BE-s për punë, studime, turizëm apo vizita familjare të komunikojnë pa kosto shtesë të roamingut. Bizneset kosovare do të kenë kushte më konkurruese për zhvillimin e aktiviteteve të tyre në tregun evropian, duke ulur kështu kostot operative dhe duke lehtësuar bashkëpunimin ndërkombëtar. Përfitime do të ketë edhe diaspora kosovare e cila gjatë vizitave në Kosovë do të mund të përdorë shërbimet e telefonisë mobile pa tarifa shtesë roamingu. Përfshirja në zonën EU Roam Like at Home përbën një shembull konkret të përfitimeve që sjell integrimi gradual në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, duke ofruar përfitime të prekshme për qytetarët edhe para anëtasimit të plotë. Duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj marrëveshje, kërkoj nga ju miratimin në parem të nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmes Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për përfshirjen e vendit tonë në zonën EU Roam Like at Home. I faleminderit. Faleminderit Ministri Akzhia, do fjalën një për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 8 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Termokosit dhe Bankës Evropiane për investime për projektin e zgjerimit të sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë. I nderuari kabinet qeveritar, zgjerimi i sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në sektorin e energjisë. Me këtë nismë hapim rrugën për lidhjen e marrëveshjes grantit ndërmjet Republikës së Kosovës, Termokosit dhe Bankës Evropiane për investime, duke siguruar mbështetje financiare për realizimin e këtij projekti me ndikim të drejtë për drejtë në cilësinë dhe mirëqenien e jetës së qytetarëve. Për më shumë e ftoj Ministrin e Financave, zotëri Ekran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar kolegë. Kam nderin që para jush të prezantoj nismën apo propozim vendimin për të miratuar nismën që i mundson Ministrisë Financave që ta negociojë pra marrëveshjen e grantit me Bankën Evropiane për investime, ku përfituesi do të jetë pra Termokosi në këtë rast për zgjerimin e sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë. Marrëveshja parashikon ofrimin e një granti në vlerë prej 17.2 milion euro për financimin e këtij projekti, i cili synon zgjerimin e sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë përmes pra zgjerimit të rrjetit drejt zonave dhe konsumatorëve të rinj. Projekti pritet të përmirësojë cilësinë dhe sigurinë e furnizimit me ngrohje, të zgjerojë mbulueshmërinë e rrjetit deri në rreth 50% të kërkesës për ngrohje në Prishtinë, si dhe të kontribuojë në uljen e ndotjes së ajrit përmes reduktimit përdorimit të energjisë elektrike dhe lëndëve tjera djegëse për ngrohje. Duke pasur parasysh rëndësinë pra e këtij projekti ashtu siç e theksoi kryeministri, me mirësi ju ftoj që ta miratojmë këtë nismë. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Tek të ndryshme kemi disa çështje. Fillojmë me propozimin e Ministrisë Administrimit për Pushtetin Lokal për alokimin e mjeteve në programin e bashkëfinancimit me donatorët për skemën e granteve të bazuara në performancë komunale, për çfarë e ftoj Ministrin e Administrimit për Pushtetin Lokal, zotëri Albert Krasniqin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, nderuar zëvendës kryeministër, kolegë ministra.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, bazuar në ligjin për ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026, ka të parafar programin për bashkëfinancim me donatorë për skemen e granteve bazuar në performancën komunale, me 2 milion euro dhe me mbështetje nga donatorët me 1.110.000 euro. Ky program është i planifikuar të mbështesë 26 projekte, kapitalin e 5 komuna fituese të grantit të performancës, Klinën, Dragashin, Mamushën, Rahovecin dhe Parteshin. Përfitues nga granti i performancës komunale në vlerë prej 3.110.000 euro. Sipas procedurës është marrë opinioni financiar nga Ministria e Financave, andaj me qëllim të realizimit të këtyre projekteve kërkojmë nga ju që mjetet me shumë prej 2 milion euro nga buxheti i Republikës së Kosovës të rialokohen nga programi për bashkëfinancimin e donatorëve për skemen e grantit bazuar në performancën komunale për vitin 2026, në projekte për të cilat janë nënshkruar marrëveshjet e mirëkuptimit në mes të Ministrisë së Pushtetit Lokal dhe komunave xhelse. Ju falenderoj. Faleminderit Ministër Krasniqi, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, konstatojmë që miratohet. Çështja e dytë është propozimi i Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit për themelimin e Këshillit Kombëtar të Arteve, një mekanizëm i rëndësishëm institucional i cili do ta forcojë zhvillimin e politikave publike në fushën e artit dhe të kulturës, duke garantuar profesionalizëm, pavarësi dhe përfaqësim të denjtë të komunitetit artistik. Për më tepër, ja kaloj fjalën Ministrës së Kulturës dhe Turizmit, zonjën Saranda Bogojevsi. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministër, nderuar ministra, zëvendës ministra. Me kulturën dhe artin si pjesë qendrore e programit ton politik, tash në një kohë Ministria e Kulturës është duke reformuar plotësisht infrastrukturën legjislative, ashtu që të jetë në shërbim të artit, prodhimtarisë artistike dhe edukimit kulturor. Reforma e ndërmarra nuk është thjesht një ndryshim organizativ apo administrativ, ajo është një përpjekje për të ndërtuar një sistem më të drejtë, më profesional, më transparent dhe më funksional të zhvillimit kulturor në Republikën e Kosovës. Me ligjin për artin dhe kulturën është vendosur bazamenti i pakthyeshëm drejt këtij qëllimit. Aktet në ligjore që kanë pasuar kanë rregulluar edhe më tutje se cilin instrument, të ri e të vjetër, që të arrihet ky qëllim. Dhe gjithmonë në themel të saj ka qenë përfshirja e artistit si individ dhe skemës së pavarur kulturore si entitet, në bashkëpunim dhe bashkëzhvillim me institucionet kulturore publike. Ky ekosistem kulturor që ekziston sot përmban aq shumë përvojë, talent dhe kualitet, sa që detyra jonë është të përforcojmë mekanizmat që lidhin dhe i shërben njëra tjetrës për një zhvillim kulturor edhe më të hafshëm. Kultura është kujtesa jonë, identiteti ynë dhe njëkohësisht mënyra përmes së cilës ne ndërtojmë të ardhmen. Prandaj, reforma e institucioneve dhe politikave kulturore është reformë e rëndësishme për shtetin, për shoqërinë dhe për qytetarët tonë. Ndaj sot kemi nderin që të prezantojmë nominimet për përbërjen e parë të Këshillit Kombëtar të Arteve. Nominimet të cilat kanë ardhur nga skena pavarur kulturore dhe nga institucionet e tjera, pas një procesi të dizajnuar për të siguruar prurje të individëve me vlera dhe me përvojë. Përbërja e propozuar për Këshillin Kombëtar të Arteve është si në vijim: nga fusha e arteve pamore Yll Rugova, nga fusha e muzikës klasike dhe operës Bakia Shari, nga fusha e artit Visare Aliu, nga fusha e filmit dhe fusha audiovizuele Afrim Spahiu, nga fusha e letërsisë dhe librit Ardion Pajazite, nga fusha e këngëve dhe vallëve folklorike Visar Muniçi, nga fusha e baletit dhe vallëzimit modern Aulona Nuhiu, nga institucionet akademike dhe kërkimore në fushën e artit dhe kulturës Albert Atroni, nga sektori i pavarur kulturor që përfshin organizatat, institutet dhe shoqatat e fushës së artit dhe kulturës Arif Muharremi, nga fushat e ndërlidhura me kulturën si dizajni, arkitektura dhe industritë të tjera kreative Artnet Haskuka, dhe nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit Visar Haxhibeqiri. Konsiderojmë që kjo përbërje numëron një trup të jashtëzakonshëm të individëve nga fushat e artit, kulturës, të dëshmuar me punët e tyre, me përvoja shumëvjeçare dhe me kontributin e tyre të pazaventueshëm në jetën kulturore të Kosovës. Dua që të ndaj kohë gjithashtu të i falenderoj që të gjithë që kanë qenë të përfshirë për të arritur deri në këtë rezultat ku sot e kemi Këshillin Kombëtar të Arteve përmes ligjit të ri të artit dhe kulturës. Ftoj të gjithë që ta mbështetin këtë përbërje. Ju falenderoj.
Faleminderit Ministri Bugojevci. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është propozimi për ndarjen e mjeteve financiare për mbështetjen e realizimit të programit Original, i cili promovon Republikën e Kosovës në nivel ndërkombëtar përmes forcimit të imazhit pozitiv të vendit tonë, promovimit të potencialit të saj turistik, kulturor dhe zhvillimor, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit me diasporën në funksion të zhvillimit afatgjatë të vendit. Mbështetja financiare është me lartësim prej 9.480 euro. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatoj që miratohet. Së katërti, tek të ndryshme, kemi shqyrtimin e propozimit vendimit për rekomandimin drejtuar Presidentes së Republikës Kosovës për autorizimin e Ministrit të Financave për nënshkrimin e marrëveshjes kredis ndërmjet Republikës Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për projektin e lojrave mesdhetare 21 në Kosovë në vitin 2030. Ministria e Financave sjell për shqyrtim propozim vendimin për rekomandimin e drejtuar Presidentes së Republikës Kosovës për autorizimin e Ministrit të Financave që të nënshkruaj pra marrëveshjen e kredisë ndërmjet vendit tonë dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për financimin e projektit të lojrave mesdhetare në Kosovë. Kjo marrëveshje synon sigurimin e mjeteve financiare për realizimin e projektit dhe mbështetjen e investimeve të nevojshme për organizimin e këtyre lojrave. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Financave, zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar Kryeministër. Qeveria e Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave në kuadër bashkëpunimit financiar me institucionet ndërkombëtare financiare, pra synon të nënshkruajë marrëveshjen e kredisë të negociuar me Agjencinë Franceze për Zhvillim për projektin e lojrave mesdhetare në Kosovë. Kjo marrëveshje është negociuar dhe finalizuar në kuadër të përpjekjeve të qeverisë për të financuar organizimin e një pjese të lojrave mesdhetare për vitin 2030. Projekti synon të rinovojë dhe zgjerojë infrastrukturën e kampusit të studentëve të Universitetit Prishtinës, si dhe të rinovojë dhe ndërtojë objekte sportive në institucione të ndryshme arsimore. Projekti do të sjellë përfitime për studentët, duke mbështetur njëkohësisht organizimin e lojrave mesdhetare. Pra si rrjedhoi gjatë zhvillimit të lojrave, kampusi i studentëve do të shërbejë përkohësisht si fshati i atletëve, ndërsa objektet sportive të shkollave do të përdoren si qendra stërvitore. Për te lojrave mesdhetare, pra projekti është i dizajnuar për të vendosur edhe një trashëgimi të qëndrueshme për studentët e Universitetit Prishtinës, si dhe banorët e qytetit. Në këtë kuptim, pra projekti pritet të sjellë përfitime të drejta për më shumë se 40.000 studentë, pasi që lojrat mesdhetare të përfundojnë, duke ofruar infrastrukturë moderne të qashtshme, si dhe me cilësi të lartë për arsimin dhe sportin. Në nivel institucional, pra projekti do të kontribuojë në forcimin e sektorit sportit, duke promovuar pjesëmarrje më gjerë për aktivitetet sportive, si dhe do të përmirësojë edhe kushtet e jetesës së studentëve që pra banojnë në konvikte. Sa i përket strukturës së financimit, vlera e kredisë së propozuar është 60 milion euro, me mundësinë pra të përfitimit edhe një granti investim nga WBIF në vlerë prej rreth 10 milion eurove. Si rrjedhoi, duke konsideruar rëndësinë e kësaj marrëveshje të kredisë, me mirësi ju ftoj që ta miratoni këtë pikë të rendit të ditës. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Dhe e fundit është shqyrtimi i riaprovimit të raportit vjetor financiar për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2025. Ministria e Financave sjell për miratim raportin vjetor financiar për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin fiskal 2025, pas përditësimeve teknike të bëra gjatë procesit të auditimit nga zyra kombëtare e auditimit. Riaprovimi i raportit mundson dorëzimin e versionit përfundimtar në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe në zyrën kombëtare të auditimit në përputhje me legjislacionin në fuqi në vendin tonë. Për më shumë ftoj edhe një herë Ministrin e Financave, zotëri Kuran Muratin, që ta marrë fjalën. Faleminderit i nderuar zotëri Kryeministër, bazuar në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësitë, pra po e paraqesim për rimiratim raportin vjetor financiar për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin fiskal paraprak pra 2025. Siç e dini, pasqyrat financiare për vitin 2025 ishin aprovuar në qeveri me datë 30 mars dhe të njëjtat pra paraqiten në BMC
dhe të cilat mund të rishikohen derisa nuk është përmbyllur auditimi dhe nuk është lëshuar opinioni përkatës në pajtim me legjislacionin në fuqi. Gjatë fazës së auditimit dhe shqyrtimit të pasqyrave financiare vjetore, nga ekipi i zyrës kombëtare të auditimit janë vërejtur pra disa lëshime teknike të cilat kemi arritur t'ja adresojmë në raportin që paraqesim para jush, në mënyrë pra që këto lëshime teknike të mos figurojnë si gjetje me qenë se nuk janë të tilla dhe janë adresuar pra gjetjet e natyrës teknike janë adresuar në mënyrë që pra mund të paraqitet një pasqyrë sa më e qartë e raportit vjetor financiar për vitin 2025 dhe ky raport të dorëzohet në kuvent. Kërkoj, pra, me këtë rast kërkoj nga ju që të mundësoni riaprovimin e raportit vjetor financiar për vitin 2025, duke respektuar pra edhe aspektin administrativ të raportit në fjalë. Pas rimiratimit, ky raport për pasqyrat financiare i plot i dërgohet përsëri pra Kuvendit të Kosovës si dhe zyrës kombëtare të auditimit, i cili merret për bazë dhe si raport përfundimtar. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për menatim, kush është për. Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq përfundon mbledhja sot me ju. Faleminderit gjithë.